Assalamu alaikum të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra. Mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pyetjeve që tashmë ju i keni dërguar në postën tonë elektronike, pyetje@csivis.com, do t'ju përgjigjes edhe sonte hoxha jon i nderuar Alaudin Abazi. Assalamu alaikum, i nderuar dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, mirë se gjej. Pyetja e parë thotë kështu: pse kur Allah i lartësuar flet për veten e tij në Kur'an, nganjëherë përdor njëjsin e nganjëherë përdor shumsin? Ne zbritëm Kur'anin, ne krijuam qiejt e raste të ngjashme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lavdërimi i takon vetëm Allahut, Zotit dhe sunduesit të botës. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit, i cili u dërgua mëshirë për njerëzimin. Gjithashtu salavatet dhe selamet i dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Duhet ta kemi të qartë se Kurani që e ka zbritur Allahu i lartësuar është një libër që ka zbritur në gjuhën arabe. Dhe shprehjet dhe formulimi i shprehjeve në të cilat përmenden në Kur'an, të gjitha janë të pranuara edhe konsiderohen do thot prej gjuhës së pastër arabe, ashtu siç thot Allahu i lartësuar në Kur'an, bilisanin arabiyyin mubin. Do thot që Kur'ani ka zbrit do thot në gjuhën e pastër apo në gjuhën e kulluar arabe. Prandaj të gjitha ato shprehje të cilat përdoren, format e formulimit të fjalive, të gjitha janë të përdorshme në gjuhën arabe dhe nuk ka kurfar të keqe në këtë. Madje duhet me pas parasysh atë se në gjuhën arabe të gjitha rregullat, të gjitha rregullat gramatikore të cilat vërtetohen apo përdoren si standard primar apo thelbësor në këtë e kanë do të thënë mbështetje në gjuhën e cila është përdorur do thot në Kur'an. Prandaj kjo në këtë nuk ka të keqe, edhe është e lejuar do thotë që njeriu t'i drejtohet apo në përgjithësi në gjuhën arabe që t'i drejtohet vetes Allahu i lartësuar edhe në njëjs edhe në shumë, sikurse në shumë ajete kuranore ku Allahu i lartësuar thotë për shembull inna nahnu nazzalna dhikra, vërtet ne, po thot Allahu për veten e tij, vërtet ne e kemi zbritur Kur'anin për kujtuesin, ose ku thot Allahu i lartësuar inna anzalna al-kitaba, ne vërtet e kemi zbritur Kur'anin, apo edhe vende tjera ku Allahu i lartësuar përdor njëjsin për veten e tij, o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, me vërtet nuk i kam krijuar njerëzit, gjinët edhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua, edhe kështu me radhë. Pra këto janë forma të përdorshme në gjuhën arabe dhe nuk kanë gjë të keqe. Disa komentatorë të Kuranit kur e shpjegojnë arsyen se pse në disa raste përdoret do thotë shumësi, është për shkak të do thotë për vërtetimin e madhërisë së Allahut të lartësuar apo në shenjë respekti edhe nderi edhe kështu me radhë. Gjithashtu dihet kjo nuk është një specifik e vetmet e gjuhës arabe, se do thotë edhe në gjuhë tjera, edhe në gjuhën shqipe gjithashtu përdoret do thotë shumësi për veten e parë do thotë në vend të njëjsit edhe kështu me radhë dhe në këtë nuk ka gjë të keqe. Mendoj se ndoshta shkaku i kësaj pyetje që shpeshherë mund ta dëgjojmë aty këtu mund të jetë arsyeja se këtë problematik e ngrisin posaçërisht besimtar të krishtert kur flasin për Kur'anin, sikurse Allahu do thotë i drejtohet vetes tij me shumës që nënkupton se Allahu do thotë nuk është një qenie e vetme i lartmadhëruar, por ka të bëjë do thotë me sikurse që është në besimin e tyre do thotë në trini e kështu me radhë, po kjo nuk qëndron në asnjë formë dhe është vetëm një huti që mundohet do thotë mundohen ata të fusin në librin e shajt të Allahut të Madhëruar. Ndërsa pyetja e dytë thotë kështu: a lejohet pirja e duhanit? Nëse keni mundësi thotë të sqaroni këtë me argument, pasi që kemi dëgjuar thënie të ndryshme, madje thënie edhe kundërthënëse njëra me tjetrën.
Para se ti përgjigjem pyetjes në lidhje me dispozitën përkatëse se është e lejuar pirja e duhanit apo jo, ndoshta është e nevojshme të bëjmë një sqarim të domosdoshëm që ka të bëjë me pjesën e fundit të pyetjes se sikurse ka dëgjuar do thot mendime kundërthënëse në lidhje me pirjen e duhanit. Themi se praktika e pirjes së duhanit është një praktikë që nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pirja e duhanit ashtu siç njihet tek ne sot në kohën bashkëkohore, është njohur apo është zbuluar parafërsisht ka fundi i shekullit 15 dhe fillimi i shekullit 16. Atëherë është zbuluar edhe është përhap praktika pirjes së duhanit. Tek muslimanët ka ardhur edhe më vonë madje. Më vonë se ky shekulli 16, edhe për këtë në Kur'an do thotë nuk gjejmë të shkruar diçka në lidhje direkte, do thotë qartazi se a lejohet pirja apo nuk lejohet, apo edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kemi diçka detajzuar që të flitet për lidhje me pirjen e duhanit. Kurse më vonë kur është bës do thotë zbulimi i duhanit shekujve të mëvonshëm, edhe kur është përhap kjo praktik edhe në mesin e muslimanëve, atëherë është ndi nevoja që të flitet edhe të sqarohet rreth dispozitës se a lejohet do thotë kjo praktik apo nuk lejohet. Prandaj edhe dietarët e hershëm që në fillim do thotë kur ka dalë kanë fol rreth problematikës së pirjes duhanit, por duhet me pas parasysh se në fillim kur ka dalë duhani edhe kur ka filluar të praktikohet, nuk kanë qenë të njohura dëmet reale që mund t'i shkaktoj duhani, cilat janë ato ashtu siç i dim ne tani. Pra kanë qenë do thotë disa njohuri që kanë qenë shumë të ngushta edhe jo shumë të argumentuara se vallë cilat janë ato dëmet që mund t'i shkaktoj duhani. Prandaj edhe për këtë shkak ka pas disa prej dietarëve të njohur domethënë të mirëfillt, të cilët ndoshta kanë qenë pak kanë hezituar që ta quajnë se apo të thonë se pirja e duhanit është e ndaluar, për shkak se nuk i kanë pas parasysh qartë se cilat janë ato dëme që i shkakton duhani. Edhe për këtë kemi disa që kanë ngurur të thonë se është e ndaluar, është haram, po i kanë thënë thotë se është mekruh, është e urrëtur pirja e duhanit. Kjo për faktin se ndoshta në atë kohë në fillim ndoshta nuk është ditë fare se është e dëmshme. Por shumë prej tyre edhe janë bazu apo janë mbështet nga pikpamja se është një gjë që nuk ka kurfar dobije, domethënë nuk është ushqim, nuk është domosdoshmë njëri që me pirjen e duhanit do thotë përfiton ndonjë dobi konkrete, do thotë ushqehet apo e mban trupin apo kështu me radh, po në fakt do thotë është një formë me të cilën njëri e harxhon pasurinë e tij. Edhe na e dim qartë se pasuria duhet të kihet parasysh se si po e harxojmë, prandaj edhe Allahu i lartësuar thotë në Kur'an wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, dhe mos harxho pa mas. Vërtet ata që harxojnë pa mas janë do thotë vëllezër të djallëve, të shejtanëve. Edhe duke u mbështetur nga këto fakte, kanë thënë se është e urrëtur pirja e duhanit për shkak se po bëhet harxhim i pasurisë duke mos pas kurfar dobie nga ajo. Prandaj edhe këta kanë disa prej këtyre do thotë kanë bërë dallime, ai njeriu i cili ka mundësi do thotë ka pasuri, kanë thënë se e ka të urrëtur, kurse ai që nuk ka pasuri do thotë e ka ndaluar e kështu me radhë. Pra duhet ta kuptojmë qartë këtë se ata ulema të vjetër, të cilët ndoshta kanë hezituar ta quajnë haram, ta quajnë të ndaluar pirjen e duhanit, janë nisur nga ky kontekst, do thotë i perceptimit të pirjes së duhanit. Do thotë nuk i kanë pas parasysh do thotë dëmet reale që i shkakton pirja e duhanit. Megjithatë, duhet me pas parasysh shikuesi se edhe në kohrat e hershme, edhe në fillim kur ka dalë do thotë kjo praktikë edhe i kanë pi duhanin njerëzit, ka pas pe dietarëve që u kanë tërheq vërejtjen muslimanëve që të largohen nga kjo praktikë, qoftë me shkrime, qoftë do thotë me këshilla edhe me argumentime se kjo gjë është e papranuar edhe nuk lejohet. Prandaj kemi edhe prej dietarëve të vjetër, sikurse për shembull Imam Neveviu, një nga dietarët e Shafi, i cili ka 2 libra si në formë broshurav,
ku ai i vërteton dëmet e duhanit edhe e nxjerr dispozitën se kjo praktik është e ndaluar. Pastaj kemi gjithashtu edhe nga dietarët Hanefi, sikurse Muhammed al-Aini edhe të tjerë që kanë do thot libra në fund broshurave me të cilat do thot i këshillojnë musliman të largohen nga kjo praktik dhe se kjo gjë është e papranuar. Kurse nëse flasim për kohën e sodit, në kohën e bashkohore kur janë bë me dhjetra studime rreth pirjes duhanit, jo vetëm nga aspekti islam, po gjithashtu kemi edhe nga jo muslimanët, të cilët do thot nga aspekti shëndetësor e kanë vlerësuar këtë praktik dhe kanë studiuar se cilat janë ato dëme, atëherë pothuajse mundemi lirë të themi se ekziston konsenzus tek të gjithë pikësparit do thot të mjekët se dëmet e duhanit janë shumë të mëdha. Edhe është një praktik që detyrimisht duhet t'i largohet, do thot njeriu, edhe mos ta pi atë në asnjë formë. Për arsye se dëmet e duhanit janë të shumë anshme. Me fjalë tjera, nuk ndikojnë vetëm në personin i cili e pin atë, por gjithashtu dëmet do thotë kalojnë edhe tek ata njerëz që janë afër tij, që i quajnë do thotë pirësit pasiv, do thotë që janë afër atyre njerëzve duhanpirsve, sikurse familja, fëmijët, e posaçërisht do thotë gratë shtatzana e kështu me radhë. Prandaj kur i kem parasysh këto dëme që shkaktohen prej duhanit, edhe gjithashtu dietarët bashkohor të kohës sodit që i kanë studiu edhe i kanë krahasu do thot këtë dëme, atëherë ka dalë në, domethënë e shohim se të gjithë do thot janë të mendimit se pirja e duhanit është e ndaluar. Unë për vete personalisht, edhe pse nuk mund të them se kam bën ndonjë studim shumë të madh, por në kohën e sodit nuk di dikush prej dietarëve eminent, do thotë fukahave të njohur që kanë shkruar libra apo kanë folë do thotë për këtë problematik që e kanë legalizuar do thotë pirjen e duhanit ashtu si ka qenë më herët. Për arsye se dëmet janë shumë të qarta edhe madje para disa kohë e pata lexu do thotë një studim se thuhej se në botë do thotë si në çdo 7 sekonda do thotë çdo personi, domthonë duhani bëhet shkaktar, do thotë bëhet sebeb që t'ia marr jetën do thotë një personi, do thotë çdo 7 sekonda në botë. Të vdes domthonë një njerëz si rezultat i pirjes së tepër do thotë të duhanit. Prandaj këto studime duhet t'i kem parasysh ne si musliman, edhe ta dim se Allahu i Lartësuar na urdhëron që ta kujdesemi për veten tonë. Allahu i Lartësuar thot në Kur'an: "Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka", dhe mos e qitni veten e juaj do thot në shkatrim. Me fjalë tjera, mos e shkatroni veten e juaj, ose ajeti ku thot Allahu i Lartësuar: "Wala taqtulu anfusakum", edhe mos e mbytni veten e juaj, apo këto forma të ajeteve po na vërtetojnë si parime të përgjithshme që njeriu kërkohet të largohet nga të gjitha ato gjëra që shkaktojnë dëmtimin e njeriut, gjithashtu edhe nga ato praktika që vijnë apo shkaktojnë smundje të rrezikshme për njeriu. Prandaj mund të themi në përmbyllje se parimet e përgjithshme të fesë sonë të lartë na jap të kuptojmë se pirja e duhanit është një praktik e ndaluar, duke e nxjerrë këtë dispozit nga rregullat e përgjithshme të shariatit, se nuk lejohet besimtarit me i përdor gjërat e dëmshme. Kjo do thotë është e ndaluar për të, me ajetin kuranor ku Allahu i Lartësuar i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Yes'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat." Po i thot Allahu i Lartësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të pyesin ty se çka u lejohet atyre, thuaj se juve ju lejohet gjithçka që është e mirë. Do thot gjithçka që është e mirë, ajo është e lejuar. Kurse ato të këqijat, ku në një ajet tjetër thot Allahu i Lartësuar: "Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith." Kur po fol për misionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot se i dërguari është ai i cili i urdhëron
njerëzit në punë të mirë edhe i ndalon nga punë të këqija, gjithashtu u alejon do thotë gjërat e mira dhe u ndalon gjërat e këqija. Do thot parim se Allahu i Lartësuar po tregon se i dërguari i Allahut në përgjithësi i ndalon gjërat e këqija, pa marrë parasysh a janë ditë ato në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo janë gjëra që janë zbuluar më vonë, sikurse që është puna me pirjen e duhanit. Një televizionist tjetër pyet thotë kështu: "Dua të më sqaroni më shumë këtë hadith, sidomos fjalët e fundit të tij, më të vërtet kur i vdekur i vendoset në varr dhe kur largohen ata që varrosin, ai dëgjon trokitjet e nallëve apo këpucëve." Ai televizionist kërkon një sqarim në lidhje me këtë. Po hadithi një fjalë është një hadith që e transmeton, e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi në koleksionet e tyre, thot inal mayyita idha ansarafu anhu yasma'u qar'an 'alihim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot vërtet i vdekuri kur largohen nga ai njerëzit, do thot pasi që ta varrosin, atëherë ai i dëgjon ato trokatjet e nallëve të njerëzve duke shkuar. Ky është një hadith i saktë, do thot i vërtet. Edhe për ta komentuar, do thot këtë hadith, duhet ta kemi parasysh një rregull të domosdoshëm në këtë pikë. Ajo është se të flasësh për botën pas vdekjes është një botë për njeriu është e fshehtë. Në gjuhën arabe i thuhet ghaib, diçka e fshehtë që nuk ka mundësi në formë detajzuar me e kuptu, do thotë mënyrën e jetesës apo mënyrën se si është bota pas vdekjes. Prandaj njeriu detyrimisht duhet me kuptu se të flasësh për jetën pas vdekjes, posaçërisht për jetën në barzakh, është domosdoshmë një gjë që me anë të logjikës së njeriu nuk mund të perceptohet ashtu siç duhet. Prandaj e jona është që kur të flasim për këtë problematik, të mbështetemi në atë që na është treguar nga Allahu i Lartësuar në librin e shenjtë, domthonë në Kur'an, dhe gjithashtu të mbështetemi në ato lajme edhe në ato paralajmërime që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta. Kështu, duke u mbështetur në këto pika, themi se dietarët e kanë fol në lidhje me atë se a dëgjojnë të vdekurit pas vdekjes së tyre, do thotë ai dëgjojnë të gjallë që jetojnë këtë botë apo nuk i dëgjojnë. Madje për këtë edhe ka libra të shumë që janë shkruar. Prej libra më të njohura për këtë problematik është një libër që e ka shkruar një komentator i minjohur i Kur'anit, Al-Alusi i thonë, është prej dietarëve Hanefi, i cili e ka bën një libër që e ka quajtur Al-Ayatu al-Bayyinat fi 'adami sama'i al-amwat 'inda al-Hanafiyyati as-Sadat. Do thotë kështu e ka emrin libri, ku përkthimi do thotë argumentet e qarta se të vdekurit nuk dëgjojnë. Është fjala pas vdekjes së tyre. Në këtë libër ai shumë qartë do thotë i përmend ato, mbështetet në argumente të qarta dhe e shtjellon këtë problematik, për arsye se ai tregon se për këtë çështje ka mendime tek dietarët, po e sakta është se parimisht në bazë të themi se të vdekurit nuk dëgjojnë. Nuk i dëgjojnë, do thotë gjallët në këtë botë. Dhe kjo është domthonë parim që duhet me pas parasysh. Ky parim mbështetet në ajetin e Allahu subhanahu wa taala, ku thot Allahu i Lartësuar: "Wa ma yastawi al-ahya'u wa al-amwat wa inna Allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fi al-qubur." Thot Allahu i Lartësuar, dhe nuk krahasohen të gjallët me të vdekurit, dhe Allahu e bën të dëgjoj atë që ai dëshiron, dhe ti i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ke mundësi do thotë që ti bësh të vdekurit të dëgjojnë. Gjithashtu ka ajete tjera që në këtë kontekst i drejtohet Allahu i Lartësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon se nuk ka mundësi do thotë që të vdekurit të dëgjojnë. Pra ky është parimi fillimisht, do thotë që duhet me pas parasysh njeriu se të vdekurit në parim nuk dëgjojnë rreth lajmeve të kësaj bote. Mirë po, ekzistojnë disa raste të jashtëzakonshme në të cilat Allahu i Lartësuar u mundson të thotë të vdekurve të dëgjojnë diçka nga gjërat që kanë të bëjnë do thotë me këtë botë. Në disa raste specifike. Po, në disa raste specifike, ashtu që është rasti në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tregon se Allahu i Lartësuar u mundson atyre që të dëgjojnë do thotë trokatjet e nallëve
kur ata shkojnë do thotë prej pas varrimit. Pastaj janë edhe disa raste tjera, sikurse rasti kur njeriu do thotë shkon në varreza edhe i përshëndet do thotë të vdekurit, ka disa transmetime se të vdekurit e dëgjojnë do thotë selamin, përshëndetjen që u bajnë të gjallët e kështu me radhë. Janë disa raste specifike të cilat përjashtohen nga parimi se të vdekurit nuk dëgjojnë, por në këto raste specifike ata dëgjojnë. Pra kjo është përgjigjja në lidhje me këtë hadith, edhe themi se komenti i këtij hadithi është se Allahu i Lartësuar u mundson atyre që të dëgjojnë do thotë se në disa raste specifike, sikurse që është rasti në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja e radhës thotë kështu: cili është qëndrimi i Islamit ndaj ogureve? Allahu ju shpërbleft dhe ju dhash suksese. Ogurët janë në përgjithësi shenja që i marrin njerëzit parasysh, edhe nëpërmjet tyre pretendojnë se disa shenja të caktuara paraqesin do thotë fat të mirë, edhe disa shenja tjera do thotë paraqesin fat të keq. Më duket se në një përgjigje të mëhershme kur kemi folë rreth disa bestytnive në përgjithësi, kemi folë edhe për këtë pikë, prandaj edhe nuk do të zgjatem do thotë shumë, por themi se Allahu i Lartësuar kur e ka zbrit këtë Kur'an, e ka zbrit të qartë, i cili do thotë i sqaron do thotë të gjitha ato gjëra për cilat ka nevojë njeriu. Pastaj Allahu i Lartësuar thot në Kur'an: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Thot Allahu i Lartësuar, vërtet unë sot e plotsova fen e juaj edhe u përmbusha begatit e mia, po thot Allahu i Lartësuar, dhe jam i kënaqur që për juve të jetë Islami do thot fe. Nga ky ajet i Allahut të Madhëruar kuptojmë se me zbritjen e Kur'anit edhe me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është plotsu kjo feja jon. Edhe nuk ka nevojë që ti shtojmë diçka, ashtu sikurse nuk ka nevojë ti heqim diçka. Madje edhe shtimi në Islam, edhe mangësimi konsiderohet si diçka e papranuar në fen ton. Duke u nisur nga ky kontekst, themi se çdo pretendim se një veprim i caktuar apo një shenjë e caktuar aludon në diç pa marrë parasysh a është e mirë apo nuk është e mirë, edhe për këtë nuk kemi ndonjë mbështetje të definuar në librin e Allahut Madhëruar ose në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo konsiderohet bestytni dhe duhet t'i largohemi asaj. Fatkeqësisht kemi përmendur edhe më herët, kjo është domosdoshmë një marrja mas bestytnive, është domosdoshmë një ves që fatkeqësisht shumë njerëz vuajnë nga kjo, që duhet ta kem parasysh këtë edhe të mundohemi të largohemi nga botkuptimet e këtilla, për arsye se janë botkuptime që e shmangin besimtarin nga besimi i mirëfillt, besimi i sinqert ndaj Allahut të Lartësuar, edhe e bën do thotë që njeriu do thotë të mirret pas këtyre gjërave, edhe ta lej do thotë mbështetjen e sinqert ndaj Allahut të Madhëruar. Për këtë edhe është e pakuptim për shembull që njeriu të mendoj, të themi do thotë drejt që sikurse macja e zezë për shembull, ose do thotë briri i dashit apo i lopës apo gjëra të këtilla, të pretendojmë se këto mundin me ndiku do thotë në ndrimin apo mundin me ndiku në caktimin e Allahut të Madhëruar. Do thotë e pakuptim. Prandaj edhe është një thënie që thuhet se pas në bestytni të mençurit shkojnë pas budallenjve. Për arsye se me të vërtetë është e pakuptim njeriu të besojë se këto gjëra të ndikojnë do thotë në caktimin e Allahut të Madhëruar. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: "Man raddathu at-tiyaratu min hajatihi faqad ashrak." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë njeri që e bën që shenja e keqe apo do thotë pretendimi se një shenjë do thotë shkakton pesimizëm, e bën do thotë ky pretendim që të largohet nga një punë që e ka fillu, atëherë le ta di ai se vetë se ka bërë shirk, i ka përshkruar Allahut dikë në adhurim. Kështu po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ky hadith shumë
direkt do thotë po na tregon se sa duhet të jemi larg prej pretendimeve të këtilla, që të mendojmë për shembull që nëse macja e zezë për shembull e pren rrugën, atëherë të paramendojmë se ajo rrugë nuk është rrugë e hajrit e kështu me radhë. Këto janë do thotë botkuptime që shpihen në shirk, edhe duhet të jemi larg atyre. Pastaj thot me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai njeri i cili mund të ballafaqohet me kësi pretendime të këtilla, atëherë le të bëj këtë lutje, do thot lutja, thot Allahumma la tiyara illa tiyarak, wa la khayra illa khayrak, wa la ilaha illa ghayrak, wa la ilaha ghayrak. Po thot le ta bëj këtë dua, o Allah, nuk ka ogur përveç asaj që ti e ke caktuar, dhe nuk ka hajër përveç atij hajri që ti e ke caktuar, edhe nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç teje. Do thotë kjo është duaja që i preferohet atij personi që sprovohet me paragjykime të këtilla, që gjithmonë ta thot do thotë këtë dua, edhe të mundohet do thotë prej vetes së tij ti largoj do thotë prej veset rreth këtyre besytnive. Gjithashtu tregohet një hadith të cilën e shënon Imam Muslimi, se një njeri i quajtur Marwan ibn Hakem as-Sulami ka qenë një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte pranuar islamin, mirë po jetonte larg Medinës, nuk banonte me të dërguarin lavdërimi dhe paqja qoftë mbi të, jetonte larg Medinës. Edhe nganjëherë vinte te i dërguari i Allahut, edhe merrte mësime, pastaj kthehej në vendin e tij. Me një rast kishte ardhur edhe ja bën disa pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ndërto thot o i dërguari i Allahut, thot un jam i ri në besim, do thot në islam, thot më intereson të di se çfarë është puna e disa njerëzve që shkojnë tek magjistarët, do thot kërkojnë. Atëherë i dërguari i Allahut thot kjo është e kotë edhe mos shkoti. Atëherë pyetja tjetër thot o i dërguari i Allahut, çka thua për disa njerëz që i thuhet në arabisht yatatayyarun, do thotë që i konsiderojnë disa shenja, disa augure se janë të mira apo të këqija. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë mos u beso as atyre, për arsye se ata janë njerëz që kanë ngushti në gjokset e tyre, edhe mendojnë se këto gjëra do thotë i ndalojnë apo ju bëjnë mirë apo nuk ju bëjnë keq, e në realitet do thotë kjo nuk është e vërtet, se këto as nuk ju bëjnë mirë, as nuk ju bëjnë keq, po Allahu është ai i cili cakton gjërat në përgjithësi. Kjo është domthonjë sa i përket kësaj pyetje, edhe një herë po e potencoj që besimtari i sinqert duhet të largohet atyre me gjitha format, edhe ta ketë parasysh se këto janë besytni të papranuara, edhe duhet ta ketë parasysh muslimani që të jetë i mbështetur ndaj Allahut të Lartësuar, se ai është i cili i cakton gjërat, edhe me dëshirën edhe vullnetin e tij realizohen të gjitha ato, edhe me mbështetjen që ai ja bën Allahut të Madhruar, atëherë mund të arrijë suksesin në këtë botë. Të nderuar teleshikues, ju njoftoj që tani do të kem një shkputje të shkurtër, por sigurisht ju mos ndroni kanalin sepse ne do të rikthehemi sërish në studio. Të dashur teleshikues, sërish të rikthehemi në studio për të vazhduar me pyetjet e radhës. Pyetja në vijim thot kështu: në namazin e drekës në xhami, imami ka gabuar dhe i ka fal vetëm 3 rekate farz dhe askush nuk e ka përmirësuar. Ka dhënë selam dhe kanë vazhduar e janë shpërndar xhamati. Imami as edhe një fjalë nuk e ka thënë, edhe pse pas mbarimit të namazit i është bërë me dije se i ka fal vetëm 3 rekate. Thot, dua të di si qëndron puna. Disa nga xhamati kanë përsëritur namazin, por
95% kanë mbetur ashtu. Allahu ju shpërblev thot dhe pres përgjigje nga ju. Më duket jo e natyrshme do thot të ketë ndodhur do thot kjo ngjarje për shkak se lënia e një rekati të namazit nuk është një punë e thjeshtë. Do thot është një punë që nuk e plotson namazin edhe patjetër për me qenë i pranuar ai namaz duhet të plotësohet komplet të gjitha rekatet. Prandaj kjo të ndodhë do thot kjo një njeriu të zakonshëm të rëndom, një muslimani të rëndom është do thot e lartë. E mos themi do thot një hoxhe i cili ka parasysh këto gjëra shumë qartë. Megjithatë, unë mendoj tash, kjo është mendimi jam, ndoshta mund të ketë mos pajtim ndërmjet xhamatit se dikush nga të prezentit ka pretendu apo ka mendu se xhamati nuk e ka plotsu namazin 4 rekate, e në fakt ajo ka ndodhur, e mund të ketë kësi paqartësi se dikush do thot mund t'i ketë numruar më mirë, dikush nuk i kanë numruar as mirë. Prandaj nëse ndodhin kësi mos pajtime, atëre e drejta duhet me qenë ajo që ka vendos imami, edhe do thot ajo që ka e thojnë njerëzit më të drejtë të themi, apo njerëzit që dihet se janë i kanë parasysh më shumë do thot dispozitat islame në përgjithësi, edhe duhet të mbështetet mendimi i të këtillëve. Sidoqoftë nëse ka ndodhur në këtë formë si ka ndodhur, atëherë të themi se ky namaz duhet të përsëritet nga të gjithë ata të cilët e kanë fal vetëm 3 rekate, edhe është obligim edhe i xhamatit, edhe imamit që t'i lajmërojë të gjithë ata të cilët kanë qenë prezent që ta përsërisin këtë namaz, se kështu do thotë është obligative. Ndërsa pyetja e radhës thotë kështu: në kohët e sotme muslimanët shkaku i bankave ballafaqohen me kamaten, saqë është bërë gati e pamundshme që mos me pas lidhje diçka me të. Pyetja ime është kështu: se a bën ato pare që na takojnë nga kamata, tu a japim të varfërve, apo çfarë të bëjmë me to? Allahu ju shpërblet dhe pres përgjigje, thotë. Vërtet do thotë problemi i kamates është një nga çështjet që janë sprovuar me të shumt muslimanët në kohën tonë, edhe pothuajse nuk shkon apo nuk bëhet asnjë transaksion apo marrëveshje tregtare apo edhe shitblerje fatkeqësisht e që në këtë kontrat mos të ketë qoftë në formë direkte, qoftë në formë indirekte, mos të përmendet apo mos të ketë lidhje kamata. Besimtari duhet me ditë se duhet të largohet nga kjo praktikë. Edhe është urdhri kuranor, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na porosit në hadithe të shumta që të vepruarit me kamat është mëkat, madje konsiderohet prej mëkateve më të mëdha që mundet me i bë besimtari dikund. Kurse sa i përket asaj se si të lirohemi apo nga paraja haram e cila na ka ardhur me kamat, themi se pika e parë që duhet me pas parasysh në pyetjen në këtë pyetje besimtari është se ai patjetër duhet me ditë se pasurinë të cilën e ka marrë apo i ka ardhur me anë të kamates është një pasuri haram për të. Dhe ai sa më shpejt duhet të lirohet nga kjo pasuri. Pra nuk i lejohet atij që ta prolongoj ndarjen e kësaj pasurie nga mallin, nga pasuria që e ka dhe ta vonoj atë, por duhet sa më shpejt të lirohet nga kjo pasuri. Pika e dytë është se besimtari duhet me pas parasysh se nëse ajo pasuri që i ka ardhur e kamates është haram për të, nuk do thotë se ajo pasuri në veten e tij është haram. Me fjalë tjera është diçka e dytë, diçka e keqe që duhet të asgjësohet, do thotë të djegët apo të gjuhet apo të mos përdoret në asnjë formë. Për arsye se kjo është njëjtë sikurse një pasuri e vjedhur, të themi. Për shembull, një pasuri e cila vjedhet nga hajni, ajo është haram ta përdor hajni, po në esencë ajo pasuri është halal për dikë tjetër, posaçërisht do thotë për poseduesin apo për atë personin që në esencë ka qenë ai mall i tij. Prandaj themi se në esencë nëse pasuria e cila e kemi marrë me kamat është haram për neve, nuk nënkupton detyrimisht që ajo pasuri duhet të humbet apo të digjet apo të shkatërrohet edhe të asgjësohet edhe të mos përdoret në asnjë formë. Por ajo që kërkohet në fillim është që ajo pasuri t'i kthehet pronarit esencial.
Do thotë ti kthehet atij që ishte pasuria e tij. Ta marr një shembull, nëse themi e kemi bën një marrëveshje dhe kemi dhënë hua një pasuri prej 1000 euro për një kohë, edhe e kemi marr na është kthy borxhi 1100 euro, ashtu është bën marrëveshja, atëherë dihet se ato 1000 euro janë halal për neve, për arsye se ka qenë pasuri e jonja, kurse këto 100 euro janë haram për neve. Por nuk do thotë se këto 100 euro duhet të shkatërrohen edhe të asgjësohen. Por çka kërkohet prej neve? Kërkohet prej neve që ato 100 euro që nuk janë të lejuara për ne, t'ia kthejmë pronarit esencial. Ai i cili na i ka dorëzuar këto parë, t'ia kthejmë atij se për të nuk është haram. Prandaj nga kjo kuptojmë se pika e parë që duhet me bë, do thotë në gjatë lirimit të pasurisë nga kamata, është që të mundohemi ta kthejmë atë pasuri atij personi që në esencë është e tija. Për arsye se ai nuk e ka haram derisa ne e kemi haram. Nëse kjo nuk është e mundur, apo të themi pak ma detajisht, nëse kthimi i pasurisë i takon bankës, atëherë e drejta është që mos t'ia kthejmë. Për arsye se vetëm në këtë formë neve vetëm e ndihmojmë bankën që ai të shumëfishoj parat e tia, edhe të mundohet do të punoj sa më shumë me transaksionet që kanë bëjnë me kamatën. Prandaj mendimi më i saktë është që nëse na vjen pasuria prej kamatës neve, atëherë mos t'ia kthejmë këto pare bankave, por ti shfrytëzojmë ata apo të shfrytëzohen ata në një formë tjetër. Ato forma i kanë përmend dietar bashkëkohor se si mund të jenë. Disa prej tyre kanë thënë se të harxhohen në dobit publike, sikurse që është ndërtimi i rrugëve apo ndërtimi i shkollave apo forma të këtilla, do thotë të dobive që nuk shkojnë direkt tek një person i caktuar, por me të kanë dobi, do thotë, të gjithë njerëzit, pa dallim, do thotë, të caktuar prej tek ata. Pra, fillimisht mundohemi që këto ti shpenzojmë në dobit publike, sikur që i përmenda pak më herët. Disa dietar tjerë kanë thënë se harxhimi këtyre parave është i njëjtë sikurse apo mund të destinohen njëjtë sikurse destinohet sadakaja në përgjithësi. Do thotë lejohet u jepet edhe fukarave, lejohet do thotë të shpenzohen edhe në gjëra tjera që nuk janë do thotë direkt dobi publike. Mirë po, këtu ata thonë se duhet me pas parasysh besimtari se me dhënien e asaj pasurie mos mendoj se fiton ndonjë shpërblim, apo mos mendoj se ka bën një punë me cilën do thotë kërkon afrim tek Allahu i Lartësuar. Asesi, do thotë ai duhet ta kuptoj se kjo është vetëm formë me cilën besimtari po largohet apo po lirohet nga një pasuri që ai nuk guxonte ta përdorte për veten e tij. Kjo ishte përgjigjja në lidhje me pyetjen e fjalë. Para përmbylljes së emisionit, e lexojmë edhe pyetjen e fundit. Eselamu aleikum, thotë, cili duhet të jetë qëndrimi i besimtarit ndaj ngjarjeve që po ndodhin? E kam fjalën për ato që po i quajmë mrekulli, si një pjesë druri duke qëndruar në ruku, një renë të cilën shkruan emri Allah e shumë të tjera, e në kohën e fundit një fëmijë të cilit në këmbë i shkruajnë ajetet e Kur'anit. Dikush i mohon të gjitha dhe thotë se të gjitha këto janë nga shejtani. E dikush i beson të gjitha dhe më intereson se si është mendimi dietarëve në këtë, cili është qëndrimi që duhet të marrim ndaj këtyre ndodhive dhe a ka ndonjë tregim që na tregon se kanë ndodhur këto edhe më herët dhe se si e kanë trajtuar të parët tanë këto fenomene. Vërtet, kjo pyetje është me interes të shtjellohet për shkak se jo rrallëherë dëgjojmë qoftë nëpërmjet internetit apo gazetave të ndryshme të dëgjojmë lajme të këtilla apo të shohim fotografi që aludojnë në këtë që po i përmend edhe pyetësi në këtë pyetje. Themi fillimisht qëndrimi i besimtarit në këtë duhet me qenë e mesmja. Do thotë mos të shkoj në asnjërin nga dy ekstremet të cilat përmenden edhe në pyetje. Pra mos ti mohoj kategorikisht të gjitha, por në të njëjtin kohë edhe mos ti pranoj duke i konsideruar ato si argumente shumë qarta, shumë bindse, edhe mund mbështet me to për me posaçërisht domthonë nëse dojmë me arrit në nxjerrjen e një dispozite apo në vërtetimin e fuqisë madhërisë së Allahut të Madhërum, për shkak se mund të jenë edhe jo të sakta. Pastaj dalim do thotë në një pozitë
që ta mohojmë apo që ta refuzojmë një gjë mbi të cilën kemi ndërtu disa gjëra që konsiderohen prej atyre besimit elementar, domethënë besimit themelor që duhet me i pas secili besimtar. Për këtë them se neve duhet jemi të kemi qëndrim mesatar, edhe të mundohemi që mos të mirëmi shumë pas tyre, edhe nëse i marrim lajme të këtilla, t'i marrim me disa rezerva. Para disa kohe, mund të ketë disa muaj, unë kisha lexuar një shkrim që kishte bërë një njeri i cili flet për këto probleme apo këto aktualitete, të cilat po i përmend edhe pyetësi, i cili ja kishte bërë një vështrim që më ka pëlqyer jashtëmase, nduket se shkrimi është edhe i përkthyer në gjuhën shqipe, është i titulluar se Islami nuk ka nevojë për gënjeshtra. Në këtë shkrim ky personi i cili e ka shkruar thotë se i është rastis të hyjë në një forum të disa ateistave, në një forum të ateistave, edhe ka lexuar në bisedat e tyre se si ata qëllimisht bëjnë themi në një formë plagjiate, qoftë fotografive, qoftë të disa video incizimeve, edhe qëllimisht u ofrojnë muslimanëve që me anë të këtilla, domthonë me anë të fotografive edhe pretendimeve të këtilla, që ti shtin ata të besojnë se këto janë gjëra të vërteta, edhe me anë të tyre, sikurse që janë shembulli, ai përmend edhe disa shembuj konkret, për cilat edhe unë kisha dëgjuar, sikurse shembulli i një vajze e cila më herët para një viti më duket, e kisha parë një foto të një femre nga Omani, e cila thuhej se e kishte shkelur Kur'anin, pastaj Allahu e kishte shndruar atë në një mi, edhe ishte fotoja e asaj femre, edhe mbi këtë ndërtoheshin argumente se si njeriu nuk duhet me nënvlerësu fjalën e Allahut e kështu me radhë. Masandej ka dalë në shesh se kjo fotografi në esencë ishte një punim i një skulptori australian, i cili e kishte bërë me silikon, për një, i kishte qit në ekspozit, disa punime që i kishte bërë, e nga ato punime ishte edhe kjo. Del në shesh se nuk ishte fare të bënte me atë ngjarje, por qëllimisht disa qëllimqin të Islamit u servojnë muslimanëve këto gjëra që t'i largojnë nga argumentet e qarta, edhe argumentet për cilat nuk ka mundësi të futen në huti. Pastaj edhe shembulli ishte një video i përhapur para disa kohë se si kishte një djalë 18 vjeçar, kishte vdekur, pastaj kur e kishin zhvarrosur, e kishin pasë, e kishte ndryshuar pamjen, cilat i kishin ndryshuar ngjyrat e flokëve e kështu me radhë, gjëra që sikurse nxjerr domthon kuptohet se ai është ballafaquar me dënimin në varr, edhe pastaj ndërtime tregime se ky ka qenë njëri që nuk e ka fal namazin, ka dëgjuar muzikë e kështu me radhë. Në vazhdim mas një kohë del në shesh se në fakt kjo foto ishte foto e një të vdekure, e cila në aksident ishte djegur, edhe ka dalë, është fotografu, edhe dikush nga këta nga qëllimqësinje, është mundu, mi ja prezentu muslimanëve për mi largu nga e vërteta. E kështu me radhë shembuj ka shumë, në shkrimin e tij përmend shembuj tjerë, sikurse shembulli atyre pemëve në një kopsh, në Gjermani, që vrehet se është e shkruar fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dhe sikurse pretendimet se ky kopsh pastaj kur është marrë vesh se shkruan emri i Allahut, shkruan dëshmia La ilaha illallah se është mbyllur e kështu me radhë, del masandej është kuptuar se në fakt ky nuk është fotografi, po është një pikturë që e ka bërë dikush prej njerëzve. E kështu me radhë ka shembuj të shumë, prandaj mendimi im është që fillimisht mos të mirëmi, ne si besimtar mos të mirëmi shumë pas këtyre gjërave që
na ekspozohet apo na paraqitet nëpër mediume që detyrimisht edhe janë do thotë të dyshimta, edhe t'i marrim si argumente për neve, edhe të mundohemi mbi ta të ndërtojmë do thotë besimin ton, të ndërtojmë argumente për madhërinë e Allahut të lartësuar, për vërtetësinë e Islamit e kështu me radhë, për arsye se Islami nuk ka nevojë për këto gjëra. E përmendëm edhe më herët fjalën e Allahut subhanahu wa taala që po thotë se neve u plotësuam fenë juaj. Islami është i plotësuar, argumentet janë qarta, ato gjenden do thotë në libra, gjenden në fjalën e Allahut të lartësuar, gjenden në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk kemi nevojë do thotë të thellohemi, do thotë në këto që na ekspozohen, për arsye se mund të themi se s'po them të gjitha, për arsye se ka mundësi me qenë diçka nga këto edhe sakt, por pothuajse shumë nga këto janë do thotë plagjiate dhe janë do thotë forma cilat do thotë qëllimkëqinje do thotë i fusin si tek besimtarët që ata të mirën me ta dhe t'i largojnë do thotë nga gjërat e sakta dhe gjërat që nuk kanë mundësi që të devijohen kur. Allahu e di më së miri. Hoxhi nderuar, unë ju falenderoj për gjitha përgjigjet e dhëna. Edhe unë ju falenderoj juve. Të dashur teleshikues, kjo ishte tëra sa i përket këtij emisioni. Këtu po ndahemi bashkë, miru takofshim javën që vjen. Asalamu alaikum.